Mbrëmjen e djeshme u martua Egli me Gjestin, një dasëm që u pa nga qindra mira shqiptar. E vërtet. Pjesë e kësaj dasme ishte edhe ish banorja Krisa Çavushi, moderator. Krisa, shumë faleminderit për këtë mundësi që po na jepni për këtë intervistë. Vetëm një ditë pasi ishit në dasëm, për të na treguar. Shumë faleminderit edhe ju për ftesën, e pranova me kënaqësi. Krisa, mund ta tregosh pak nga emocionet që përjetuat kur ishit pjesë e kësaj dasme? Përveç emocioneve të dasmës, mund të themi që edhe ne si banor, pak edhe unë dhe të gjithë tjerët, u emocionuam sepse u rikthyem sërish edhe një herë në shtëpi. Përjetuam edhe një herë emocionet që na dhuroi shtëpia. Por sa i përket dasmës, sigurisht dasma ishte shumë e bukur. U kënaqëm pafund, ndjem një energji shumë të bukur le të themi, sepse përveç se të Gjesit edhe Eglit, sigurisht që mes atyre të dyve unë vura re që tashmë ka nisur të ketë një gjë më ndryshe nga ajo çka ne kishim parë më parë, pra edhe vetë Gjesi tashmë ka konfirmuar që ndjen për Eglin. Ishte vetë ai që e kërkoi dasmën, unë pash edhe në sytë e Eglit për edhe Gjesit gjithashtu që e kishin krijuar atë kimin që të gjithë prisnim që ata të kishin. Pastaj akoma dhe më emocionuese ishte sepse realisht u dukte një dasëm e vërtet, ishte organizuar çdo gjë deri në detajin, qoftë unazës, qoftë dekorit, apo dhe Ledioni gjithashtu që ishte dhe ai le të themi që i prorëzoi. Edhe dëshmitarët që ishte edhe Neda Valluku me Arber Hajdarin. Krisa, besoj se ju, po themi, ja kaluat shumë mirë, po pyetja që gjithë shqiptarët bëjnë zakonisht kur kanë dasma, çfarë i quat dhëndrit e nuses? Nuk i quam asgjë përveç kënaqëm, i dhuruam le të themi, aty u bë shumë qejf fakt që erdhëm, në Gjesi ma tha dhe mua që shumë faleminderit ai që na e pranuat ftesën, sepse me sa kuptova pas ka qenë Gjesi ai që na ka ftuar në dasëm, ai kishte zgjedhur të ftuarit, edhe nuk ishte çfarë t'i dhuroje tjetër përveç se të kalonim sa më bukur gjithë bashkë, pas një lloj incidenti, shqyr Zotit, nuk është se pati ndonjë situatë aty. Përkundrazi të gjithë u kënaqëm, kërcyem edhe kënduam. A ishin të ftuar gjithë banorët, se pam që mungonin disa prej tyre? Jo, nuk kanë qenë të gjithë banorët, isha unë, Tiri, Valbona, Livia, Zeni, Klajdi, këta ishim. Po, këta ishim, edhe Loredana. Krisa, vetëm një ditë pas dasmës, ajo që doli dhe në media është se Gjesti, po themi, kishte hequr unazën e martesës. Dhe kjo u bë pak edhe u vure edhe nga Egli që nuk është se mori me shumë sportivitet në fillim dhe i kërkoi llogari, pra u fut në rolin e nusës që një ditë mbrapa. Po, të them të drejtën, të detaje vura re që mbrëm, që kur përfundoi dasma, pasi pash Eglin dhe Gjesin që po qëndronin së bashku në bord, vura re që Gjesi nuk ishte unazën. Ajo çka unë dëgjova nga Egli pasi vendosën unazat, ditën në mbrëmjen e dasmës, Gjesi nuk i bënte unaza, i rrinte e ngushtë. Edhe Egli rrinte unaza pak e lirë. Besoj që kjo mund të ketë qenë arsyeja që ai ka hequr, dhe pse po dëgjoj së fundi, sepse nuk i kam ndjekur shumë le të themi, po dëgjoja që Gjesi ka thënë që unë këtë se quaj si dasëm të vërtet, dhe nuk mbaj unaz martese. Tani nuk e di, ne e dim tashmë që ai si lojtar këto provokimet i ka të tijat, qoftë me Iglin apo qoftë me lojtarët, mbase e bën për të krijuar pak situata me qëndrimin e ditët të fundit, edhe pak përfundon biku, apo realisht ai thjesht ka tregojnë të vërtetë të tij, sepse njohim shumë persona që nuk e mbajnë unazën e martesës dhe pasi martohen, apo sepse thjesht i qëndronte ngushtë edhe nuk donte ta tregonte. Këtë nuk di të them. Krisa, beson që edhe pas kësaj martese ka ndjenja mes Gjesit dhe Eglit, pra është një lloj martese me ndjenja, apo është martesë për Big Brother? Besoj që ka ndjenja. Besoj nga ditët e fundit çfarë pash tek Gjesi dhe tek Egli, mund të them që kanë filluar të ketë një ndjesim mes tyre. Të paktën nga ana e Gjesit, sepse nga Egli ka qenë gjithmonë e pranuar këtë gjë, gjithmonë ka shprehur që ndjente për Gjesin dhe kur rikthye në shtëpi sërish tha që mua nuk më pra unë nuk i kam fikur ndjenjat që kam pasur për Gjesin, përkundrazi aty zgjodhi veten e saj të parën. Mendoj që ka, përderisa Gjesi arriti dhe e kërkoi dasmën, gjë që erdhi dhe surprizë për Eglin. Egli ma tha vetë dje që nuk e prisja realisht të ndodhte dasma. Mund të themi që kutia unazët nuk është thyer në fakt, por ndodhi me një herë dasma. Një dasmë e cila me sa pash edhe Gjesi e shijoi. Pastaj Gjesi me ato lërat e veta ne e dim që bën pak shaka, që këtë i thoshte mos u martoni, po e shikoja dje ku po e priste
Eglin të vinte që gjithë kohës i kishte sy tek dera dhe ishte goxha i emocionuar. Sa që as nuk dinte se çfarë të thoshte. Por shpresoj shumë që pasi të mbaroj biku, ata të dy të kenë një marrëdhënie të shëndetshme, më së normale, të kenë dhe kohë të sqarojnë përse jo. Ne e dim që ajo nuk ishte një dasëm e vërtet, dasmat Big Brother kanë qenë thjesht një zyrtarizim apo një kurorëzim i dashurisë që ndodh aty brenda, por që një dasma e vërtet pastaj ndodh jashtë Ta bidit. dashma erdhi vetëm disa ditë pas një incidenti të rënd ku Jozi goditi me shuplak Gjestin. Si e ke parë këtë incident? Ka qenë një incident ka qenë komplet e pa precedent sigurisht, diçka që nuk e prisnim. Mendoj që Jozi ka pasur një mlef të akumuluar kundrejt Gjestit. Nuk mendoj se ka qenë vetëm ajo arsyeja pse ai e goditi Gjestin, pra që Gjesti shkoi tek dera dhe donte ta përcjellte. Në fakt Gjesti e ka bërë gjithmonë atë, ka bërë me çdo banor. Nuk e di pse Jozi reagoi në atë formë, por kam përshtypjen se kjo ka qenë. Ai ka pas goxha situata, mendoj që Jozi i ka ngel akoma pikë në zemër që nga situatat e hershme që ka pasur me Gjestin dhe para se ai të dilte nga shtëpia, ato ngacmimet që ka pasur shpeshherë kundrejt tij dhe Loredanës. Mendoj se ai mund të çelë me një plan. Mbase me këtë rikthimin e tij ai ka menduar që në fund kur të dalë nga shtëpia, unë mendoj që edhe Jozi deri diku e ka ditur që Gjesi e kishte të sigurt finalen, mbase Jozi jo. Dhe mund të menduar që nëse ai do dilte nga shtëpia, gjëja e parë që do bënte do merrte hak dhe mbase ai mori hak në këtë formë. Ka shumë arsye, nuk e di, Jozi është shprehur që nuk po mbante dot më edhe shpërtheu në atë momente. Pra dalin tek ajo që unë thash, ka pasur thjesht një mlef të akumuluar. Gjë që prapë nuk justifikohet sepse nuk mund të ndodhi live për drejt në një televizion kombëtar, ajo ken sigurisht. Dhe ajo çka më ka shokuar më shumë kanë qenë komentet e shumta që kam lexuar në TikTok rreth mbrojtjes që kishin një pjesë e madhe, le të themi, përdoruesve të TikTokut që mbronin Jozin, që shprehin që hallalli qoftë që e kanë bërë që e bëri atë gjë, shumë ja bëri Gjestit. Ajo është lloj provokimesh dhe ne e dim se ku ndodhemi. Është një lojë e gjatë, janë rreth 4 muaj tashmë që Big Brotheri ishte përgjatë gjithë këtyre kohëve dhe na ka dhuruar shumë emocione, shumë situata, qoftë të bukura, por edhe situata të pakëndshme. Por ne e kemi ditur tash me lojën e Gjestit që kur ai ka hyrë në bigun e Shqipërisë që gjatë gjithë kohës do provokonte në këtë lloj formash, mbase për të nxjerrë edhe nga vetja. Po kur ti e din që nuk duron dot, ose kur ti e di shumë mirë sepse ti u riktheve tashmë në shtëpi dhe pe impaktin që Gjesti kishte krijuar tek publiku, do të kishte marrë parasysh sa gjëra mendoj unë. Sepse në fund të ditës ai ka dëmtuar edhe imazhin e tij. Vura re që Jozit si duket i kanë hakuar dhe Instagramin, i është mbyllur Instagrami, kur ai mori dhe një rritje të frikshme të ndjekësve për gjatë këtyre 2 ditëve. Si shpjegoj që vetëm pas këtij veprimi Jozi u rrit po themi me followers në Instagram. Pra duket sikur ne si shoqëri nuk bëhemi më me viktimën, po kemi kaluar që mund bëhemi me dhunuesin. Mendoj që edhe ata që kanë ndjekur Jozin, ata 30.000 nuk e di sa ishin, janë karakteri i Jozit, mendoj unë. Ne në Shqipëri kemi një problem që nuk dim si popull edhe se çfarë duam, të vëre nga komentet. Në Instagram vëre që Gjestin e kanë mbrojtur pafund, në YouTube gjithashtu, ndërsa në Facebook edhe në TikTok ka qenë një mbrojtje e frikshme kundrejt Jozit. Pastaj për sa i përket edhe rritjes së followersve, vëre diçka që ne në Shqipëri nuk dim të bëjmë ban, pra cancel celebrities, nuk i bëjmë dot kryshing këtyre personazheve, pra ti dënojmë që mos të dalin më në publik, mos t'i marrin më si influencer, mos t'i marrin më si shembull. Ndryshe ndodh në vendet jashtë kufive të Shqipërisë që kur një personazh shumë i madh bën një veprim jo të këndshëm, jo të hishëm për publikun, ata më njëherë e kryqëzojnë edhe që mos të ngrenë më kokën, mund ta themi kështu. Por në Shqipëri kjo gjë nuk ndodh komplet e kundërta, ne i japim akoma më shumë vëmendje, i japim klikime dhe e rrisim numrin e followersave. Krisa, nga ajo që thatë ju, po kuptoj që ndoshta Jozi që nga dalje e parë nuk ja fali Gjesti dhe pastaj u fut aty me idenë që nëse dhe një herë Gjesti do sillej ndryshe, atëherë nuk do ja falte dhe do reagonte. Mendoj se ka qenë edhe kjo. Për faktin se në atë formë se si reagoi në fund ditës Jozi po dilte nga shtëpia, loja Big Brother mbaroi dhe 4 ditë është se duhet ta bënte atë gjë, pra pse duhet t'ja jepte atë shuplak. Ai nuk kishte shuplak, por kundra dhe ishte një shpull e fortë, por duhet themi që mua të mund ta quhet si shpulla e fitores
për Gjestin, sepse Gjesti me atë incident që i ndodhi, pra Jozi i dha fitoren. Jo se Gjesti nuk e kishte të vullosur fitoren, po kjo fitore, pra kjo shpull e ngriti edhe më shumë, sepse krijoi edhe një lloj empatie më të madhe tek publiku, pra e zgjoi empatinë tek publiku. Sepse tashmë publiku e do më shumë Gjestin dhe ndjeu dhe një lloj keqardhje për të, dhe gjithashtu Gjesti ka treguar që me këto situata që ka kaluar, sepse nuk është situata e parë sigurisht, ka pasur situata me Gertën, shtyrian që patëm Xhibanin, edhe gjithashtu dhe atë ofendimin e rënd që Jozi i bëri. Plus që vinte nga Big Brother i Kosovës që dha aty me edhe aty ka pasur disa situata dhe ka treguar gjithmonë ja kam thënë edhe në shtëpi, tim ka treguar që një djalë që duron shumë. Pra ai nuk të kundërvije, dhe mbase për këtë arsye, për faktin se ai duron kaq shumë dhe publiku krijon këtë empatinë më të fortë ndaj tij. Krisa, ke pasur mundësi ta takosh Loredanën kur ishit në dasëm, ke folur me të? Folëm pak, shumë pak, nuk patëm mundësi të flisnim më shumë. Gjithë them që Loredana më kërkoi falje, unë ja pranova faljen, dhe vetëm kaq ishte. Thjesht më tha më falta për atë që thash. A je mirë, më pyeti nëse jam mirë, po i thash, mirë jam, kam kaluar komplet atë situatë tashmë, kështu që jemi okay tani. Okej, nuk është se sqaruam diçka më shumë se kaq, por e vlerësoj që më kërkoi falje. Atë që rriti vuri re, po themi, gjatë dasmës ishte që Loredana mbante akoma unazën që ja dha Jozi. Të se kam vënë re, të drejtë se kisha vënë re fare. Po, dhe po aludoj që ata akoma janë bashkë. Atëherë nëse Loredana ka bërë këtë gjë, nëse ka shkuar në dasëm me unazën që Jozi, me unazën e dasmës ndërkohë martesës me Jozin, nuk mendoj se ka qenë lëvizje e duhur. Unë në fakt merrti mirë kur e pas Loredanën aty, sepse deri diku Loredana tregoi që është në anën e Gjestit, pra nuk është në anën e Jozit, dhe i la pas atë tërmbetjet që ka ndodhur, sepse sigurisht kanë pasur incidentin që ndodhi në dasmën e tyre me Gjestin dhe me ish-banorët e tjerë. Por nëse ajo ka qenë unazën e Jozit pastaj, di ç'të them. Është vendimi i saj, zgjedhja e saj, mbase ajo i ka lënë ende një hapësirë Jozit për të sqaruar jashtë, për të folur. Tashmë Jozi është lirë, është një gjykim të lirë, kështu që besoj ka mundësinë që edhe të flasim me të dhe të sqarohen. Krisa, kemi 4 finalistë. Kush mendon se meriton finalen aty? Shiko, të katërt ata, Rozana, Laer, Gjes, Tekli e meritojnë finalen, e meriton edhe Gerta Gixhari finalen realisht. Kanë dhuruar shumë për atë shtëpi. Mes Gertës dhe Eglit, këtë do zgjidhje ti? Shiko, janë të dyja, po unë do ndaja mes Gertit dhe Laertit. Mendoj që dhe ishte Gerta në vend Laertit, sepse dhe Egli ka dhuruar shumë për shtëpi, nuk e ndaj dot realisht. Por ai sa ka dhuruar Gerta, mendoj me situatën që ka pasur me pjesë madhe banorëve në shtëpi, ndryshe nga Laerti, e meritonte finalen, pak më shumë se Laerti. Ajo çka mendoj që mund ta ketë penalizuar Gertën, sepse Gerta nuk dhuroi aq shumë emocione sa dhuruan 4 finalistët e tjerë me historitë e tyre, pra me linjën e jetës. Secili nga ata tregojnë një histori, një ngjarje që i ka ndodhur, po i kanë rrëfyer dhe më parë, dhe para se të jepej klipi me linjën e jetës, ndryshe nga Gerta që ajo nuk e bëri këtë gjë. Thon kjo, ajo nuk tregoi një herë një histori të familjes së saj, një histori mbase me partnerin, kanë qenë shumë fragmente të shkurtra që edhe publiku mbase nuk i ka dëgjuar. Ne na ka treguar disa historira të shkurtra kështu, po më shumë kemi parë që të çaj për djem për familjen, po të tregoj diçka rreth tyre jo. Dhe publiku gjithmonë i ka mbështetur, i ka suportuar dhe i ka ngritur shumë lart ta personazhe që kanë treguar diçka për jetën e tyre, gjë që i ka çuar deri në finale. Kë shikon në dyshën e fundit? Dyshën e fundit, të them drejtë, shikoj Rodana Gjesti. Ta të dy mendoj që do jenë dyshja e fundit në finale. Mendoj që Laerti mund të jetë i pari që të eliminohet, Egli dhe më pas Rozana me Gjestin, dhe në fund unë mendoj dhe dëshiroj që ta fitoj Gjesti. Krisa, kush është fituesi i vërtet i këtij Big Brotheri përveç Gjestit? Po themi nga produksioni, nga ish-banorët, nga banorët, ku di unë? Mendoj që është Eglitako, sepse realisht ka sakrifikuar veten e saj për atë lojë, ka dhuruar maksimumin, ka përjetuar emocione, gjëra që le të themi unë e ndjej dhe si vajzë, gjithashtu, edhe mendoj që ajo mund të ishte edhe fituesja. Pastaj nëse do kishte një të dytë, nuk di ti ndaj. Realisht ky edicion ka pasur goxha personazhe interesante, personazhe që kanë ndëruar shumë, edhe besoj që secili prej tyre ka fituar
Big Brotherin e vet, kështu që nuk mund t'i ndaj dot. Krista, shumë faleminderit. Faleminderit ty.